Të nderuar shikues të Shkodra Sport, jemi në tjetër transmetim ndeshje volejbolli. Këtë radhë kampionatit kombëtar volejbollit për femra. Ndeshja 3 çerek finale e fundit e këtij turi në mes Vllaznisë dhe Barletit. Barazim 7-7, seti i parë i ndeshjes. 8-7 për Vllaznin, gabojnë lojtarët e Barletit, topi ka përfunduar jashtë. Vllaznia ka fituar çerek finalen e parë në Shkodër, më pas ka fituar Barletin në Tiranë dhe sot vendoset gjithçka se cilat do të jetë skuadrat cilat do të kualifikohet për në turin në gjysmëfinal të kampionatit. Aksione për Partizanin, ka kuptuar gjithçka Koçi, Zhivani, topi let. Aksione për Barletin sërish. Barazim 8-8. Barazim 8-8 në palatën e sportit Qasim Dervishi të Shkodrës. Gabojnë lojtarët e Barletit. 9-8 për Vllaznin. Kuptohet që është një ndeshje e rëndësishme. Sigurisht objektivi se cilës skuadra është kualifikimi në gjysmëfinale dhe kjo mund të arrihet nëse fitojmë sot. Avdyli, gjuhetje e fort, ka pritur Beci. Zhivani, gjuhetje e fort e sakt. 10-8. 10-8 për skuadrën e Vllaznisë. Në 10-9. Një 10-9, gabojnë lojtarët e Barletit. Një 10 për Vllaznin, seti i parë i ndeshjes. Barazim 11-11, seti i parë i ndeshjes së 3 çerek finale të kampionatit kombëtar të volejbollit për femra mes Vllaznisë dhe Barletit. Ndeshje që ka ndëruar emocione si e para si e dyta dhe kështu duket që do ndodhen këtë ndeshje të tretë. Ballçiti, Kodra ka shënuar. Ka shënuar Kodra. Pika 12 për Vllaznin, largohet Ballçiti në lojë malaj. Lojtarja qendër që është bllokuesja e dytë më e mirë e kampionatit. Vetëm 17 vjeç, një lojtare me shumë të ardhmë. Shërbimi për Paulo Gjyshe, tjetër lojtare e perspektivës. Gabon në shërbim 12-12. Duke që do kemi rivalitet në këtë ndeshje.
Duke që do të kemi rivalitet 12-12. Shërbimi për numër 7 të Barletit, Avdyli. Ka pritur Zhivani, Beci, Kodra, e sa Kodra. 13-12 për Vllaznin. Kalon sërish në avantazh skuadra shkodrane. Është pikërisht numri 28 Kodra që do të ketë të drejtën në shërbimin. Gabon të rësish nga shërbimi, barazim 13-13. 2 shërbime rrazit të humura nga lojtarët e Vllaznis, nuk duhet të nxitohen. Shërbimi për Esmeralda Tucin, lojtarin e Vllaznis 2 sezone më parë. Malaj, Zhivani ka kaluar topin e tretë, aksioni për Barletin. Ka shënuar numër 20 Disha. Barleti në avantazh 14-13. Për Barletin, Esmeralda Tuci sërish në shërbim për Barletin. Zhivani nuk arrin ta pres dot siç duhet këtë top par. 15-13. Të dhot avantazhi për Barletin 2 pikë. Shërbimi 3 razi për Esmeralda Tucin. Gabon këtë rall, pika 14 për Vllaznin. 14 Vllaznia, 15 Barleti, Edna Erkoçi në shërbim. Numri 6 i Vllaznis. Aksioni për Barletin. Sërish Gabon lojtarët e Barletit 15-15. 15-15. Edhe një tjetër Edna Erkoçi në shërbim. Barleti ka mundësin. Nuk ka arritur Ballçiti. Ka bërë gjitha përpjekje, ka mbajtur topin në lojë, por shoqjet e ekipit nuk janë afër dhe si rrjedhoi pika 16 për Barletin. Në shërbim Kodra për skuadrën mike nga kryeqyteti. Erkoçi, Beci. Nuk ka rritur Malaj të gjojë si duhet. Pika 17. Pika 17 për Barletin. Pa blok. Nuk i kishte vështirë të realizonte. Sërish Kodra në shërbim për ekipin mik. Ballçiti, Beci, ngecje e suksesshme Beci. Pika 16. Ka parë hapësirën boshe mes 2 linjave. Sara Beci e ka dërguar topin pikërisht aty. 16 Vllaznia, 17 Barleti volej në shërbim Sara Malaj. Barleti, Gjuan Fort, ka pritur Erkoçi mjaft mirë. Zhivani, mban në lojë Kaçi. E kalojnë topin e 3 lojtarët e Barletit. Vllaznia ka mundësi të shënojë dhe e ka bërë me gjyshen. E ka bërë me Paula gjyshen. Barazim 17-17. Rikthehet Baraspesha.
Këtu në palatin e sportit Qazim Dervishi, në këtë set part të ndeshjes së tretë çerek finale në mes tyre dy skuadrave. Sara Malek përsëri në shërbim. Ka kaluar topi me vështirësi, po ka kaluar. Mban në loj Kodra. Gjyshja ka lënë topin e tretë. Edhe një herë Barleti. Nuk ka arritur këtë rau. Bloku ta ndal. As Kodra ta mbaj në loj. 18-17. 18-17 për Barletin. Kodra ka kaluar topin e fushin e Barletit. Avdyli ndërtohet kaloi topin e tretë e mban Ballçiti. Zhivani pika 18 Barazim. Sërish Barazim 18-18. Në shërbim Sara Beci për Vllaznin. Tetëmbëdhjetë. Ka zotruar me vështirësi Kaçi, Gjuan Avdyli kthen bloku i Vllaznis. Edhe një tjetër Avdyli. E mban Erkoçi, Ballçiti. Zhivani ka lënë topin e tretë. Aksioni tretë Razi për skuadrën e Barletit. E mban Erkoçi sërish. Beci. Përsëri Zhivani thjesht ka kaluar. Pika 19. Pika 19 për Vllaznin. Gabojnë lojtarët e Barletit. Vllaznia në avantazh. Pas 4-5 minutash në avantazh dhe si rrëdojnë ndërhyn trajneri Gorenza. Kërkon pushim i pakënaqur me skuadrën e tij, që tashmë gjenden në dizavantazh 19-18. Barleti është një skuadër me shumë lojtarë, disa për të cilën me përvojë, por nga ana tjetër Vllaznia me përartim të Zhivanit, të gjitha lojtarët e tjera janë të reja në moshë. Gjithsesi po vlezojnë të barabartë në fushë. Madje në moment caktuar luajnë më mirë lojtarët e Vllaznis, të cilat kanë shumë dëshirë për ta fituar këtë ndeshje për të qenë ata në gjysmëfinale. Shërbimi për Sara Becin, 19-18 rezultati për Vllaznin në këtë set parë. Ka zotruar Avdyli. E mban Erkoçi topin e parë. Beci, Kodra. Kthen bloku përsëri Vllaznia me Zhivanin këtë herë. Ka gjuajtur, mbahet në lojë. Kodra ka kaluar gjyshja topin e tretë. Edhe një herë Barleti kërkon barazimin. E ka arritur. E ka arritur me numrin 19 Stërmilla. 19-19. Pikë shënuar nga numri 19. Gjithçka barabartë. Gjithçka barabartë në shërbim disha për skuadrën e Barletit. Andër Erkoçi, Beci, Zhivani, ka shënuar Zhivani, e sakt nga pozicioni 2, ka ndërruar kra, 20 Vllaznia, 19 Barleti. Lodeta Zhivani në shërbim, kapitenja Vllaznis. Kanë gabuar në vendosje lojtarët e Barletit. 21. 21 Vllaznia. Kanë gabuar në vendosje lojtarët e Barletit. 21 Vllaznia, 19 Barleti. Dhe pushimi i dytë i kërkuar nga trajneri Gorenza.
ka dhe nervozizëm në radhë të lojtarëve të Barletit. Ndërkohë që më të qeta shkodranet udhëheqin dhe janë me pranë fitores së këtij seti të parë. Rikthehen në fushë voleybollistët dy ekipeve, në shërbim sërish Klodeta Zhivani. Aksioni për Barletin, dërin Stërmilla, Shenon, i ka 20, është sakt në pozicionin 2 Stërmilla. Largohet gjyshe në lojë Liridona Kodra. Aksioni për Vllaznin. Agjojtër e koçit, topi është madri në lojë, Avdyli. Mban Zhivani. Erkoçi nuk arrit do të shënojt, topi është sërish në lojë, edhe njëti dhe Vllaznia. Beci, Zhivani thjesht e ka kaluar topin e tret. E mban Vllaznia, po jo, Avdyli ka shënuar. Barazim 21-21. Të pavëmendshme disi lojtarë shkodrane dhe gjithçka është e barabartë. 21-21. Seti pari ndeshjes së tretë çeyrek finale. Në shërbim Stërmilla për Barletin. Brenda ka përfunduar Brenda, Ballshiti ka menduar që topi po përfundon jashtë. 22-21, rikthehet në avantazh skuadra Barletit. 3 pikë rrallëzit të saj. Nga 21-19, tashmë 21-22 dhe është trajneri i Vllaznis, Dorian Tafa në këto momente që kërkon pushim. Ndryshojnë gjërat. Ndryshojnë gjërat dhe Vllaznia është tashmë në dizavantazh të 1 pike, kur po i drejtohemi gradualisht dhe fundit të setit parë. Është ndeshja e tretë, Vllaznia ka fituar të parën, çeyrek finale 3-2 në Shkodër, Barleti ka fituar të dytën në Tiranë në 3-1 dhe sot do të vendoset fati skuadrës 4 të gjysmëfinalistët kampionatit kombëtar voleybollit për femra. Stërmilla në shërbim. Dërin Ballshiti, Beci, Kodra, Kodra. Nga pozicioni 2 ka shënuar. Barazim 22-22. Në lojë Malaj për Ballshitin. Duhen në shtatlartët. Paula Gjyshja në shërbim, ndërkohë gjithçka barabartë 22-22. Ende nuk është kryer shërbimi nga Paula Gjyshja, e ka bërë më në fund. Kaçi, topi 3 për Avdylin. Ka kërkuar Ngecin, ka kuptuar gjithçka Beci, Zhivani. Erkoçi ka gjuajtur fort, është spretur topi për sëri Barleti me Avdylin, e kalon topin e tret, por let. Vllaznia ka gjuajtur Malaj, 23-22. Ka gjuajtur Sara Malaj nga pozicioni 3.
Vllaznia sërish në avantazh. Paula Gjyshja në shërbim për sëri. Emocione këtu në padën e sportit Qasëm Dervishi. Gabon, Paula Gjyshja, atëherë kur nuk duhet, barazim 23-23. Gabon, Paula Gjyshja në shërbim, Avdyli tashmë ka rallën për të bërë shërbimin për Barletin. Gabon në pritjen e topit parë 24-23. Barleti pranë fitores së setit parë. Përmysen shpejt gjërat. Tashmë është Barleti me pranë fitores. Sërish Avdyli në shërbim. Është përsëri trajneri i vllaznisë Dorian Tafa që kërkon pushqimin e dytë të këtij setit parë të fundit. Kërkon të jap këshillat e fundit. Duhet të pritur mirë ky top i ardhur nga shërbimi, organizimi siç duhet për ta konkretizuar dhe për të barazuar gjithçka, për ta çuar ndeshjen në pikën 26. Nuk të lejon gabimet në këtë fund të setit parë. Vllaznia kishte gjithçka në dorë, por gaboi në 2-3 momente Razi. Rikthehen voleybolistët dy ekipe në fushën e lojës. Përsëri numri 7 Avdyli në shërbim. Jashtë, gabon lojtarët e Barletit. Barazim 24-24. Rihapet të ndeshja. Gjithçka barabart dhe kontra në shërbim. Por do të kemi zëvendësim, në lojë është Klea Miloti. Do të jetë pikisht ajo që do të kryejë shërbimin. Të shohim. Miloti në shërbim. Ohër Gabon Miloti. Gabon Miloti. 25-24 për skuadrën e Barletit. U aktivizua pikërisht për të kryer shërbim siç duhet, por gaboi Miloti. Esmeralda Tuci në shërbim për Barletin. Balqiti, Beci, Erkoqi. Nuk arrita mbajnë në lojë, Barazim. 25-25. Gjithçka në barazpesh sërish. Edna Erkoqi në shërbim për vllaznin. Kur shënon pikën e 27, fiton setin e parë. Ka entuziazëm padën e sportit. Avdyli kërkon nga loj topin, nuk merr vesh kodra dhe Erkoqi pika 26. U duke lehtë kjo gjuhet jepor, mos farveshje mes dy lojtarët të vllaznisë. Sërish Barleti në avantazh. 26-25 pranë fitores Barleti. Në shërbim numri 3 kodra. Ka gabuar skuadra e Barletit në vendosje. Dhe reagojnë stafi, lojtarët
Barazim 26-26. Karton e verdh për Pogonin, zëvendëstranjin e skuadrës së Barletit për reagimin e tij. I paknaqur Pogoni, por loja do të vazhdoj. Dy herraz kanë gabuar lojtarët e Barletit me shumë përvojë edhe stafi o lojtarët, por e dyta herrazi këshillohet sërish. Në shërbim Sara Malaj, 26-26. Për në vërtetësi topin Kaçi, kalon topin e tretë të Stërmila, Erkoçi, Beci për Zhivanin, ka kthyer bloku përse i Vllaznia me malen, që Gjyshja e mban në lojë Avdyli, kalon topin e tretë skuadra e Barletit, tjetër aksion për Vllaznin, ka gjutur Gjyshja, e let, e sak. 27-26, Vllaznia në avantazh pranë fitores. Vllaznia në avantazh 27-26, i duhet edhe një pikë për ta mbyllur këtë set në favorin e saj. Emocione edhe në këtë ndeshje të tretë çerkfinale të kampionatit. Sara Malaj në shërbim. Stërmila, gjutje e fort, nuk arritë do të kota ta zotoj topin, Barazim sërish. Shtyhet në 29 fitoria e këtij setit, ku shënon 29 mund të shpallet fitues, por në rastësi po shkon loja mund të zgjatet edhe më tepër. Shërbimi për numrin 17 Beqiraj të skuadrës së Barletit. Erkoçi, Gabon të sishtë Erkoçi. 28-27. Tashmë Barleti në avantazh dhe me pranë fitores. Nuk ka arritur Erkoçi ta pres topin e parë siç duhet, i ka ikur nga duart. Dhe Barleti udhëheq 28-27. Sërish shërbimi për Beqirajin e Barletit. Jashtë, Barazim 28-28, duhet 30 për të fituar. Ndoshta edhe jo, por të shohim. Sara Beci në shërbim për Vllaznin. Sara Beci në shërbim për Vllaznin. Emocione këtu në pallatën e sportit Qazim Dervishi, me vështirësi ka pritur Kaçi, Gabon 29-28 për Vllaznin. Ka gabuar aty Stërmila. Tenton një gjytje të lehtë, por topi ka prekur thjesht rrjetën, nuk ka kaluar në fushën e Vllaznis. 29-28 udhëheq skuadra shkodrane, e cila ka ndoshta shërbimin e fundit me anë të Becit. Pasues së saj. Avdyli, e të lehtë gjuhetja, ka pritur Ballçiti, Beci, Zhivani, ka kthyer dhe ka shënuar. Ka shënuar 30-28 për Vllaznin, që fiton setin e parë të ndeshjes.
Bëhet gati të nisë seti 2 i ndeshjes 3 çerik finalet kampionatit kombëtar të voleybollit për femra në mes Vllaznisë dhe Barletit. Si të ndodhet setin e parë me shumë emocione, Vllaznia ka arritur të fitojë në fund me shtesë 30-28 me shumë rivalitet. Të shohim vazhdimin e këtij seti 2. Si thash, kjo është ndeshja e tretë dhe e fundit çerik finale. Skuadra që fiton sot shkon në turin gjysmëfinal dhe do ndeshet me Partizanin në turin tjetër. Shërbimi i parë takon skuadrës së Partizanit, kryer nga numri 17 Beciraj. Gjivani, Beci, Erkoçi, ka shënuar Erkoçi, e lehtë, por e ka dërguar topin aty ku duhet. Duke shënuar në këtë mënyrë pikën e parë, 1-0 për Vllaznin në këtë set të dytë të ndeshjes. Nis mirë edhe ky set në shërbim Sara Beci. Sara Beci në shërbim për ekipin Shkodran. Por Gabon topi ka goditur rrjetën, pa kaluar dot në fushën e Barletit. 1-1. Gjithçka në baraspesh. Tashmë është Disha për Barletin në shërbim. Ballçiti, Beci për Kodrën. Gjuan let, por brenda. Topi brenda fushës. Pika 2. Pika 2 për skuadrën e Vllaznisë. 2-1. Në këtë set të dytë të ndeshjes. Ull ec me setin 1-0. Pas fitores 30-28 në setin e parë. Ka shënuar nga shërbimi Gjivani, nuk ka arritur do të libër e skuadrës Barletit. Shkodania Jessica Kaçi ta zotroi topin. 3-1 për Vllaznin. Përsëri Gjivani. Ka kthyer bloku, pika 4. Pika 4 për skuadrën e Vllaznisë, kanë gabuar lojtarët e Barletit në rrjet. 4-1. Duhet të ruajnë qetësinë, ta shfrytëzojnë këtë moment të mirë, këtë start të shkëlqyer të këtij seti të dytë të ndeshjes. Nuk ka arritur dot Tuci ta kaloj. 5-1. 5-1 për Vllaznin. Nisje vërtet e shkëlqyer. 5-1. Diçka nuk shkon tek Barleti. Dhe trajneri Gorenza ndërhyn duke kërkuar pushimin e parë, po kërkon shpejt, por sigurisht që është i nevojshëm sepse skuadra e tij i ka bërë një nisje as pak të mirë këtij seti të dytë. Fakti që gjendet në dizavantazh 1-0 me sete dhe një nisje e tillë padyshim që rëndon edhe më shumë psikologjikisht vajzat e Barletit. Megjithëse duhet thënë që në radhën e saj ka lojtare me shumë përvojë, ndryshe nga Vllaznia ku vetëm Gjivani ka përvojë, ndërsa lojtarët e tjerë janë të gjitha lojtarë të reja. Rikthehen në fushë voleybollistët dy ekipe për të vijuar lojën. 5-1 udhëhec Vllaznia, sërish Klodeta Gjivani në shërbim. Jashtë 5-2. 5-2, topi ka përfunduar jashtë. Nocën pamjet parë u duk që ka prerë kur vijen, por nuk janë këti mendimi arbitrat. 5-2 në shërbim Stërvilla për Barletin. Erkoçi, Myrin Beci, duhet kaloj topi tret. Erkoçi ka bërë një gjë të tillë. Barleti në aksion, nuk ka arritur dot të ballqitit ta mbajë topin. 5-3. Ka korrigjuar diçka skuadra Barletit. Nga 5-1 tashmë 5-3.
për sëri Stërmila në shërbim. Ballçiti, Beci dhe direkt. Ka shënuar Vllaznia, topi ka kaluar direkt, e pa prekur nga askush 6-3. U mundua Beci, kjo ka bërë që edhe lojtarët e Barletit të hezitojnë për prekjen e topit. 6-3 për Vllaznin, Paula Gjyshja në shërbim. Ka shënuar Vllaznia direkt nga shërbimi. Nuk ka arritur Avdyli ta zotëroj topin, po ashtu lojtarët e tjerë. 7-3 dhe ka tjetër zëvendësim tek Barleti në lojën numri 2. Capo largohet Avdyli. Kërkon të ndryshojë diçka. 7-3 për Vllaznin. Paula Gjyshja sërish në shërbim. Jashtë 7-4. Topi gjutur me forcë sa duhet. Largohet Gjyshja në lojë. Ballçiti libër e Vllaznis. 7-4. Capo në shërbim. Capo në shërbim. Erkoçi. Malaj, e sakt Malaj. 8-4. Duhet ta shfrytëzojmë më tepër shtatlartësinë e kësaj lojtare në pozicionin 3. 8-4. Kodra në shërbim. Ka kthyer bloku i Vllaznis. I Malaj dhe Erkoçit 9-4. Ka kthyer bloku i Vllaznis 9-4. Gjithçka po shkon ashtu siç duhet edhe në këtë set të dytë. Do të jetë shumë e rëndësishme për ecërinë më tejshme të kësaj ndeshje. Kodra sërish në shërbim. Capo provon Beqiraj kthen bloku. Përsëri Beqiraj nuk ka arritur Kodra. Nuk ka arritur Kodra 9-5. U duk që ai top do të kape nga numri 28 i Vllaznis, por jo. 9-5. Esmeralda Tuci në shërbim për Barletin. Zhivani, Beci, Erkoçi, zotërohet topi. E ka kaluar me gjatë kupton gjithçka lojtari shkodrane. Erkoçi ka gabuar, topi është jo, topi është shprekur. Topi është shprekur, duk që nuk e ka prekur askush topin që përfundoi jashtë, por jo, topi është shprekur nga bloku. 10-5 për Vllaznin. 10-5, sërish po shkojnë gjërat mirë. Edna Erkoçi në shërbim. Jashtë 10-6. 10-6. Janë disa shërbime rrazit të lojtarëve shkodranë të gabuara. Largohet Jessica Kaçi në lojë është e Hasaj. Ndrohen librot tek skuadra e Barletit. Shërbimi për Kodrën e Barletit. Ballçiti, Beci për Malajn, ka gjuajtur sakt Malaj. Sakt, këtë radhë nga pozicioni 2. 11-6. Sërish vazhdon të jetë diferenca prej 5 pikësh
Largohet Basqiti në lojë gjyshja. Shtohet shtatlartësia në blok. Sara Male në shërbim. Ka shënuar Sara Male direkt nga shërbimi. 12-6. 12-6. Nuk u morës vesh si duhet dy lojtarët e skuadrës së Barletit. 12-6. Entuziazëm, mbështetje për Sara Male dhe pushimi i dytë i kërkuar nga trajneri Gorenca i Barletit. 12-6. Gjithçka po shkon siç duhet. Vllaznia ka në dorë këtë set të dytë të ndeshjes. E ka fituar të parin 30-28 dhe tashmë po ecën e sigurt, ndoshta se duhen shumë pikë. Janë në lojë me tepër se sa gjysma e pikëve në lojë. Megjithatë me këtë mënyrë si po luajnë, me qetësinë dhe saktësinë e veprime, duket që Vllaznia është me pranë fitores, por është herë. Është herë dhe do të shohim deri në fund çfarë do ndodh. Rikthehen voleybollistët dy ekipe në fushën e lojës. Përsëri Sara Male në shërbim. Shërbimet e vështira. Ka shënuar numri 11, numri 17 Beqiraj, e ka çuar topin në këndin e majt të fushës shkodrane. 12-7. Dhe është pikërisht Beqiraj që ka të drejtën e shërbimit në këto momente. Gjivani, Beci, e ka kaluar topin në fushën e Barletit. Capo ka kthyer bloku për jashtë. Ka kthyer bloku i Becit dhe i gjyshjes jarë 12-8. Duhet marrin pikë në këto momente Vllaznia për të qetësuar lojën. Beqiraj sërish në shërbim. Gjivani. Gabojnë lojtarët shkodrane, e pavëmendshme gjyshja, 12-9, nga 6 shkon në 3 pikë. Ky është volejbolli, befasit e këtij sporti. Ngjarjet rrjedhin në mënyra ndryshme her pas here. Dhe tashmë është trajneri i Vllaznisë, Dorian Tafa, ai që kërkon pushimin. I pari, ndërsa kolegu i tij Gorenca i ka kryer të dy pushimet e mundshme të këtij seti. 12 Vllaznia, 9 Barleti, seti dytë i ndeshjes, udhëhec Vllaznia 1-0, ka fituar setin e parë 30-28. Kjo është ndeshja e tretë dhe e fundit, çerek finale e kampionatit. Skuadra që fiton sot kualifikohet për në gjysmëfinalen e kampionatit kombëtar voleybollit për femra, do ndeshin në turin tjetër me ekipin e Partizanin. Beqiraj përsëri në shërbim për ekipin mik. Gjivani. Beci për Gjivanin, ka gjuajtur kthen bloku, pika 13. Një pikë që vjen atëherë kur duhet për qetësuar lojën, por për të çuar sërish në 4 diferencën në favor të Vllaznisë. Dhe është Sara Beci në shërbim për skuadrën shkodrane. Capo, gjutje fort, ka pritur Erkoqi, Gjivani e sakt, 14-9. Shkon në 5 diferenca, 14-9. E sakt Gjivani nga pozicioni 4, kapitenja Vllaznisë. Lojtara më me përvojë këtij ekipi. Sara Beci në shërbim. 14-9 udhëhec Vllaznia. Dhe pika 15. Pika 15, shërbimi i vështirë për të zotruar nga Kaçi. 15-9.
15-9. 6 pikë së ishë diferenca në favor të Vllaznis në këtë set të dytë të ndeshjes. Capo, Byrkoçi, Beci, Zhivani, mban e loj Ballçiti mjaft mirë. Kodra duke kaloj topin e tretë, ka bërë këtë gjë. Aksioni për Barletin. Stërmilla ka pritur për momentin e Koçi, por pa mundur do të mbajnë në loj. 15-10. 15-10 rezultati. Në shërbim numri 20 të Disha. Ballçiti për Becin, ja dhe Kodra ka gjutur për jashtë. Gabon tërsi Shkodra. 15-11. Ngushtohet në 4 diferenca. Sërish në shërbim Disha për Barletin. 15-11. Erkoçi, Zhivani ka kthyer bloku, aksioni për Barletin. Capo ka shënuar. Capo 15-12. Tashmë është 3 pikë diferenca. Në favor të Vllaznis. I duhet pikë për të rikthyer një herë qetësinë, ndoshta edhe një tjetër pushim për nga Natranjeri të Tafa. Ballçiti, Beci për Kodrën, ka gjuajtur fort këtë vrau sak. Fort me sak. 16-12. 16-12 për Vllaznin. Seti dytë i ndeshjes, 1-0 Ojës Vllaznia me sete. Zhivani në shërbim. Aksioni për skuadrën shkodrane. Erkoçi ka kthyer bloku. Pika e 13. Pika 13. Nuk ka arritur dot ta çaj Erkoçi. 16-13 në shërbim Stërmilla. Erkoçi, Kodra ka pritur. Tuci ka bërë një të gjallë Zhivani. Erkoçi ka gjuajtur fort, ka pritur skuadra e Barletit. Tuci ka kongecin, ka kuptuar gjithçka. Erkoçi, Beci dhe Gjysha nga pozicioni 3. Ndonse topi nuk ishte shumë i përshtatshëm, po me fal shtat lartësisë së saj ka arritur të shënojë pikën në 17. Shkon në 4 diferenca. Një pikë që vjen në kohën e dur. 17-13. Është vetë Pavla Gjysha në shërbim. Ka shënuar Tuci nga pozicioni 3. Lojtare me shumë përvojë, veteranja e voleybollit shqiptar. Në 2 sezone ka qenë në pjesë e Vllaznis. 17-14. Capo në shërbim për Barletin. Zhivani pret në vështirësi, Beci nuk ka rënë ta mbajë në lojë. 17-15, mbase duhet pushim. Është ngushtuar më shumë se sa gjithë herët e tjera në këtë set. Diferenca në 2 pikë ka qenë deri në 6. Capo përsëri në shërbim. Zhivani, Beci për Gjyshen, ishte malaj, nuk ka shënuar këtë herë. Aksioni për Vllaznin, Ballçiti, Kodra, ka shënuar Kodra, tope spreku nga Stërmilla, por pa rritë do të ndalë në lojë. 18-15. Rikëthe 3 pikë diferenca.
shërbimi për Vllaznin me anë të Kodrës. Soni për Barletin, ka kthyer Beqiraj, topi në lojë, përsëri Beqiraj, ka kërkuar ngecjen, Beci, Kodra, ka prekur rretën një angëlitarit e Vllaznis, 18-16. 18-16, ka zëvendësim tek Barleti në lojë Disha, largohet Hasaj, 18-16. Gjivani me shëmbërtësi, Beci ma në loj, Kodra, e mbajnë e kalojnë në topin e tret, ka shëpërsi Vllaznia në aksion, Beci, ka shënuar Salamalaj, se ish një pik në kohën e duhur në vendin e duhur, 19-16, e sak, duhet shfrytzuar edhe më shumë, mund të shënohet edhe zeta, por jo, e kanë mbajtur në lojë me vështirësi. Gjivani, 20-16. Nuk u shënua herë e parë, u shënua në të dytën, 20-16. Shkon në 4 diferenca. Shkon në 4 diferenca. Ednar Koçi në shërbim. Hasaj Beqiraj. E mban Koçi. Duhet ta kaloj Gjivani, ka bërë këtë gjë topin e tret. 21. Beci ka ngecur topin, 21-16. Edhe 4 pikë për të fituar dhe setin e dytë. Dhe ka sërish zëvendësim tek Barleti. Largohet Capo në lojë Avdyli. 21-16. Më shumë e përsi Vllaznia në këtë set të dytë. Aksione për Barletin. Beqiraj kthen bloku. Mjaft sakt. Përsëri lojtarët e Barletit. Por jo, topi ka goditur në kokë, Gjivani ka përfunduar jashtë, 21-17, nuk duhet nxiton, 4 pikë e përsia. Gjithçka është në favorin e tyre, duhet luajnë edhe me nervat e kundërshtares. Lojtarët shkodrane. Kodra në shërbim për Barletin, që në mes të 2 lojtarëve, mosmarrëveshje në mes 2 lojtarëve, 22-17, Saramale në shërbim. I fort ky shërbim. E mban në loj Kodra. Erkoçi. Gjivani. E sak. 23-17. Ka përfunduar brenda. 23-17 Vllaznia, gjithë një me pranë fitores së setit dytë. Përsëri një shërbim Salamalaj. 23-17. Ka entuziazëm, mbështetje, numër i konsiderueshëm me tifozëve në këtë ndeshje. Avdyli, Capo, Beqiraj, e mban Erkoçi, Gjivani, ka pritur Hasaj, Stërmilla, ka shënuar, topi është brenda fushës, 23-18, edhe 2 pikë duhen, nuk duhet nxiton lojtarët shkodrane. Nuk duhet nxiton. Shërbimi për numrin 17 Beqiraj. Gjivani, Beci, përsëri Gjivani, gjithë ishte e lehtë këtë herë.
Stërmila, ishte Avdyli ka gjuetur, ka gabuar, topi ka prekur, shenjën treguese të rrjetës 24-18. Edhe një pikë për të fituar setin e dytë, për ta çuar ndeshjen në 2-0 dhe për të qenë shumë pranë fitores së kësaj ndeshje të tretë dhe të fundit çerek finale. Sara Beci në shërbim. Ka shënuar, jo, ka gabuar sërish, 25-17, Vllaznia 2-0. Gjithçka gati për startin e setit tretë. Shpresojmë të jeni fundit të mbyllë me fitoren e Vllaznisë dhe të jetë ajo kualifikuara për në turin në gjysmëfinal të kampionatit. Vllaznia ka fituar setin e parë 30-28 me shumë vërtetësi, ndërkohë që të dytin e ka komanduar gjatë gjithë kohës dhe në fund e ka fituar 25-18. Shërbimi i këtij seti të parë, seti të tretë i takon Vllaznisë me Becin. Ka kuptuar gjithçka Beci. Vllaznia tashmë ka mundësinë e aksionit Zhivani dhe pika parë. Pika parë sërish për Vllaznin. Nis mbar edhe ky set. Nis mbar edhe ky set i tretë. Avdyli kthen bloku.
e mban lojtarët e Barletit, me që do ka mundësi Vllaznia tash të organizojë siç duhet një sulm dhe Gabon gjyshja. Në momenti që duan ndoshta Gabon, kur kishte të gjitha mundësitë për të gjuetur siç duhet, por nuk u sinkronizua siç duhet. 1-1. 1-1. Disha në shërbim për skuadrën e Barletit. Erkoçi, Beci, Kodra e mban në lojë. Disha duke kaloj topin e tretë Avdyli e bën këtë gjë. Erkoçi, Beci, Gabon sërish gjyshja në këtë top të kthyer e ka prekur pika 2 për Barletin. Pika 2 për Barletin në këtë set të tretë të ndeshjes. Udhëheq Vllaznia 2-0 në setën. Ballçiti, Beci për Zhivanin, ka kthyer bloku, tjetër aksion për Vllaznin. Kodra është pritur sërish topi. Ballçiti, Zhivani e ka quar në qoshe, por është pritur topi, e ka kaluar Tuci, Erkoçi. Kodra, thën bloku për jashtë. 2-2. Gjithçka në barastesh. Barazohet për dytën herë rezultati në këtë ndeshje. Vladeta Zhivani në shërbim për Vllaznin. Tuci nuk ka arritur dot ta mbaj as Erkoçi as Beci, pika 3 për Barletin. Një gjutje e lehtë Tuci nga pozicionin 3, por ishin ndoshta të pavëmendshme dy lojtarët e Vllaznis. 3-2 për skuadrën Mike. Stërmila në shërbim. Ballçiti për Becin. Erkoçi ka kthyer bloku. Beci shënon ashtë Tuci që ka shënuar pikën e 4. Një pikë shënuar me eksperiencën e saj. Ka arritur ta ngjes topin nga pozicioni 3. 4-2. 4-2 për ekipin e Barletit, që kërkon të mos hes dorë ka shkollaj nga fitoria e kësaj ndeshje. Ballçiti për Becin. Erkoçi. Topi është prekur nga bloku. Pika 3. 3 Vllaznia, 4 Barleti në shërbim. Paula Gjyshja ka hyrë në lojë Malaj. Ka një gabim të gjystaris, është pika 5, 5-2. 5-2 për Barletin, nuk është 4-3, është 5-2. Zhivani, 6-2. 6-2. Është Vllaznia që nuk e nisi duhet këtë set të tretë. Ndoshta pak euforia, ndoshta edhe ndryshimi i lojës së kundërshtarit. Pushimi kërkuar nga trajneri të Vllaznisë Dorian Tafa. Gjashtë me 2, nuk ka filluar as pak të mirë kjo ndeshje për skuadrën e Vllaznisë, ky seti i tretë. Ndërkohë që dy të parët janë fituar nga Vllaznia 30-28 dhe 25-18. Të shohim vazhdimin e këtij seti të tretë. Shpresojmë në gjithçka këtu, por ka reaguar edhe Barleti. Përsëri në shërbim Stërmidha. Gabon pika 3. Nuk ka arritur të kalojë topin në fushën e Vllaznisë. Pika 3, Paula Gjyshja në shërbim për Vllaznin.
Gabon dhe Paula Zyshja. 7-3. E panevojshme. Duhet jenë më të vëmendshme për mos humur pik nga shërbimi. 7-3. Avdyni në shërbim për skuadrën e Barletit. Erkoçi ka pritur topin e parë. Përsëri Erkoçi, jashtë 8-3. Nuk po shkon gjëra siç duhet për Vllaznin në këtë set të tretë. Ajo është në dizavantazh të 5 pikëve. 8-3 udhëheq Barleti, Avdyli sërish në shërbim. Zhivani detyrohet kaloj topin e tretë. Beci, Ballçiti, Zhivani. Përsëri aksioni për Barletin, Tuci kthen bloku. Beqiraj nuk ka arritur Zhivani, pika 9. 9-3. Nuk ka arritur Zhivani, 9-3, shkon në 6 diferenca pikëve. Erkoçi ka gjuajtur ajo. Nuk kanë arritur do ta mbajnë në lojë. Pika 4. Pika 4 për Vllaznin kundrejt 9 pikëve të skuadrës Barletit. Kodra në shërbim. Pasaj Beqira gjyte e fort e sakt nga pozicionin 4, pika 10. 10-4. Për Barletin në këtë set të tretë, udhëheq Vllaznia 2-0 me sete. Zhivani, Beci, Kodra duhet kaloj topin e tretë. Ka nga boli të e Barletit. Pika 5 për Vllaznin, kundrejt 10 pikëve të Barletit. Edna Erkoçi në shërbim. Avdyli, Beqiraj, për Kodra, Beci për Zhivanin, gjutje let, e mban në loj. Ka shënuar pikën e 11 lojtarët e Barletit. 11-5-6 pikë sërish diferenca. Erkoçi, Beci për Zhivanin, kthen bloku, pika 12. Bloki sukses që mi i stërmidhës. Pika e 12-7, diferenca më e madhe. Në këtë ndeshje. Beci për Zhivanin. Topi nuk është prekur nga skush, pika 13. 13-5. Duke të dorëzuar Vllaznia në këtë set të tretë, e ka nisur as pak mirë dhe nuk po reagon. 13-5 për skuadrën e Barletit. Dhe pushimi i dytë i kërkuar nga ana trajneri Dorian Tafa. Kërkon të ndryshojë diçka, po deri tani nuk po jep asnjë shenjë reagimi Vllaznia në këtë set të tretë. U mendua që do të ishte ajo favorizuar për ta mbyllur këtu ndeshjen 3-0, por duket e vështirë kjo gjë. Vllaznia ka fituar setin e parë 30-28, pastaj të dytin 25-18. Ndërsa në këtë set të tretë udhëheq që Barleti 13-5. Diferencë e madhe pikësh.
Përsëri shërbimi për Barletin. Erkoçi për Becin. Gabon Saramala këtë herë nga pozicioni 2. 14-5. 14-5. Nuk u koordinua si duhet Saramalaj. Gjivani nuk arriti do të angel stopin. Stërmila pika 15. Nga pozicioni 2 Stërmila ka arriti të qaj blokun 15-5. 10 pik diferenca, shumë pak shanse për Vllaznin për ndryshuar gjëra në këtë set. Me gjatë të presim. Erkoçi, Beci, Gjivani, thën bloku. Nga vija 2 Erkoçi, e ka mbatur në loj, po përkaluar sërish në fushën e Vllaznis. Malaj nuk ka qenë sukseshme në këtë gjuhet të saj. Ballçiti ka kërkuar ngecjen Beci por pa rezultat. Becira jashtë, pika 6 për Vllaznin. Ka gjuhetur Becira nga pozicioni 4, pa blok. Por topi ka përfunduar jashtë dhe Saramala në shërbim për Vllaznin. Avdyli ka pritur topin e parë. Disha e sakt nga pozicioni 3 e let gjutja saj, por një grop e madhe boshën e mes dy linjave të Vllaznis, 16-6. Janë në shtat lartë të lojtarët e Barletit. Megjithatë, deri diku kjo nuk është shfrytzuar nga lojtarët atyre. Becira pika 17. Stërmila sërish e suksesshme në pozicionin 2. Pika 17. Becire në shërbim. 11 pik diferenca. Erkoçi. Gjivani gjutje fort, e sakt këtë herë. Nuk ka arritur Hase ta zotroj topin libër e Barletit. 17-7. 17-7. Shumë diferencë, 10 pik, kur edhe 8 duhen skuadrës së Barletit për ta fituar këtë set. Pretendojnë për prekje të topit nga bloku, por jo. 18-7. Ballçiti ka shënuar Liridona Kodra nga pozicioni 3, është futur në lojë në këto momente. 18-8. Në lojë është Miloti për Vllaznin.
Gabon në shërbim 19-8. Barleti gjithë një me pranë fitores e këtij seti. Stërmila në shërbim për Barletin. Ka gabuar Kodra 28. Shënon Avdyli 21-8. Ka gabuar Avdyli 21-9. Gabon Liridona Kodra shërbim 22-9. Ju kujtojmë një herë tjetër që udhëheq Vllaznia 2-0, ndërkohë që Barleti është shumë pranë fitores së setit parë, duke ngushtuar diferencën e seteve 2-1. 22-9 udhëheq në këtë set të tretë. Skuadra e Tranjit Gorenza 22-10 ka shënuar Erkoçi. Kodra në shërbim. Ka shënuar drejt për drejt, por jo është pushim. Është pushim i kërkuar nga Natranjei të skuadrës Barletit 22-10. Seti i tretë i ndeshjes udhëheq Vllaznia 2-0 me sete. Ka fituar të parin 30-28, të dytin 25-18. Ndërsa në këtë set të tretë është shumë pranë fitores ekipi Barletit që kërkon të rihap ndeshjen. Ka shënuar direkt nga shërbimi Kodra 22-11. Jashtë 23-11. Thjesht lojtarët Vllaznisë presin mbylljen e setit për të rimarrë energjitë e duhura për setin e katërt, me shpresën se do ta mbyllin në të katërtin këndeshje. Gabon Tuci 23-12. Në bloku i malet dhe i Becit 23-13.
Erkoçi në shërbim për Vllaznin. Pika 24-13, edhe një pikë për të mbyllur setin. I pari i fituar nga Barleti. Mbyllë këtu gjithçka, 25-13. Gjithçka gati për startin e setit të 4. 2-1 u hez Vllaznia me sete në këtë ndeshje të tretë çerek finale të kampionatit, e treta dhe e fundit. Sonde përcaktohet skuadra 4 të gjysmëfinaliste e kampionatit. Topi i parë për Beqirën e Barletit në shërbim. Erkoçi, Beci, Zhivani, shënon Zhivani, e nis mbar Vllaznia. E nis mbar Vllaznia duke fishënuar pikën e parë. E nis mbar Vllaznia duke shënuar pikën e parë. Me anë të kapitenit Zhivani, ndërkohë që në shërbim është Sara Beci. Ballçiti zotron gjithçka, përsëri Zhivani. Aksioni për Barletin. E zotron Ballçiti, Beci. Erkoçi nga vija dytë, është pritur topi, Avdyli. Ka pritur Beci mjaft mirë, Ballçiti, sërish Zhivani. Nuk arrit dot ta ngec, e kalon topin Barleti. Kodra. Përsëri është pritur topi. Tjetër aksion për Vllaznin me Zhivanin. Ka pritur Hasaj. Kodra.
Erkoçi për të mjaft mirë. Kodra, jashtë. Nga pozicionin 2. Kodra gjuan jashtë. Topi nuk është prekur nga askush, barazim 1-1. Barazim 1-1 në këtë set të 4 të ndeshjes. Disha në shërbim për skuadrën e Barletin. Gjivani. Kodra, thën bloku mjaft mirë, por jo. Topi thjesht ka goditur rjetën 2-1 për Barletin. Topi Kodrës nuk ka arritur të kalojë në fushën e Barletit, është penguar në rjet. 2-1 për Barletin, Disha sërish në shërbim. Ballçiti, Beci, ka kthyer bloku i Tucit 3-1. Gjyshja nga pozicioni 3 është e pasak në këtë moment. Nuk ka arritur dot të kalojë blokun. 3-1 për Barletin, që sërish ka marrë zemrën nga fitori e setit të tretë. Kërkon ta çojë ndeshjen në set final. Të shohim nëse janë dakord apo jo lojtarët e Vllaznisë. Kodra edhe një tjetër. Pritet topi nga lojtarët e Barletit. Stërmilla. 4-1. Stërmilla nga pozicionin 2 diagonal. 4-1. Shërbimi 4 trazi për Dishën. Ballçiti. Beci për Gjivanin. Është pritur topi. Avdyli. Ballçiti mjaft mirë. Beci. Kodra. Jashtë Kodra. 5-1. 5-1 për Barletin. Gabojnë njëra pas tjetrës lojtarët e Vllaznisë. Nga bën njëra pas tjetrës, atëherë kur nuk duhet. 5-1 për Barletin dhe pushimi kërkuar nga Natranjej Dorian Tafa. 5-1, pushimi kërkuar të ndryshoj diçka edhe për Vllaznin. 5-1. U mendua që Vllaznia do ta mbyllte shpejt këtë ndeshje, por nuk ishte këtij mendimit. Barleti ka fituar setin e tretë, 25-13. Dhe tashmë u hes në të katërtin 5-1. Ishin disa gabime të njëpasnjëshme të lojtarëve të Vllaznisë. Gjivani, Beci, Kodra thjesht ka kaluar, por me sukses këtë radhë. Një top jo i fort, por 5-2. 5-2. Korrigjon diçka Vllaznia, e ngushton në 3 pikë diferencën. Flotita Gjivani në shërbim. Kapitenja Shkodrane. Kodra, Tuci ka kërkuar ngecjen, nuk ka dalë. Erkoçi, e sakt, e ka ngecur topin e let në mes linjës parë dhe linjës së dytë. Pika 3 për Vllaznin. Përsëri në shërbim, Flodeta Gjivani. E sakt Gjivani. Ka shënuar direkt nga shërbimi. Beciraj nuk ka rritur do ta prek topin siç duhet. E ka nxjerrë jashtë. Pika 4. 4 Vllaznia, 5 Barleti. Rihapet loja, por duhet barazuar fillimisht. Hasaj e kalon topin Tuci, aksioni për Vllaznin. Kodra, këthën bloku, Ballçiti për Erkoçin, ka këthyra sërish bloku, edhe njëtër Kodra, për sëri këthën bloku, treta razi për Vllaznin, Gjivani, nuk arrit do të ngec, Tuci,
Tuci shënon pikën e 6 për Barletin. Shtatlartja Tuci shfrytëzon me eksperiencën e çon topin aty ku duhet. 6-4 për Barletin në setin e 4. Udhëheq Vllaznia 2-1 me sete. Stërmilla në shërbim për skuadrën mike. Ballçiti zotëron mjaft mirë. Koçi ka shënuar mendimin e të rrjetës. Shënon pikën e 5. 6 Barleti, 5 Vllaznia. Largohet Ballçiti në lojë Malaj. Shtatlartja Sara Malaj do të formoj dyshën e bllokut apo dhe treshën. Paula Gjyshja në shërbim. Stërmilla, Beci, Kodra, topi është prekur, dhe Barazim. Barazim nuk arritet të mbajnë lojë Stërmilla, Barazim 6-6. Barazim 6-6, duhet kalojë në avantazh Vllaznia. Ka shënuar vetëm pikën e parë 1-0 dhe që në atë moment është në dizavantazh. Sërish Paula Gjyshja në shërbim. Nuk duhet ta gaboj kurse si këtë shërbim. Ka gabuar në 2-3 momente gjatë kësaj ndeshje, por nuk duhet gaboj tani. Do shta paragjykuan, por sërish gabon. Sërish gabon 7-6 për Barletin. Gabime pafajshme. Sigurisht mungesa eksperiencës bën të vetën, por janë pikë të humbura të panevojshme. Avdyli, Gjivani. Malaj. 7-7. Sara Malaj, 17 vjeçareja, Shkodrane, shënon pikën e 7 nga pozicioni 3, pozicioni i saj preferuar. Kodra në shërbim për Vllaznin. Avdyli. Kthen bloku. Aksioni për Vllaznin. Kodra, kthen bloku sërish. Tashmë është mundësia për Barletin. Tuci. Ka kuptuar gjithçka Gjivani. Koçi. Ka pritur mjaft mirë Hasaj. Beqiraj. Pret Ballçiti. Lojë e bukur. Gjivani kalon topin e 3. Tuci. Sakt Tuci këtë rao. Ka shënuar pikën e 8. Aksioni për Vllaznin, Kodra, Kodra. Kodra nga vija 2. Barazim 8-8. Sërish Barazim, 8-8. Ka shënuar Edna Arkoqi përmes shërbimit. 9-8. Mjaft mirë përgjigjet Vllaznia, reagon 9-8. Barazim 9-9, thënë bloku i Vllaznis por jashtë. Sërish Barazim 9-9, të herë janë disa barazimit e një pasnjëshme të dy ekipeve, 7-7, 8-8, 9-9. Të shohim tashmë këtë aksion. Shërbimi është për skuadrën e Barletit. Beqiraj. E mban Ballçiti, Kodra. Jashtë 10-9 për Barletin.
Aksionin për vllaznin. Gabon tërësisht Saramalaj nga pozicioni 2-11-9. Shkon në 2 pike përsia për skuadrën e Barletit. Zhivani, Esak Zhivani. Pika 10 për vllaznin ndaj 11 të Barletit. Saramalaj në shërbim për skuadrën shkodrane. Numrin 16 i vllaznis. Ka zotruar Abdyli, Beqiraj, për Tërkoqi. Ka gabuar lojtarët e Barletit në blok. Barazim 11-11. Ka gabuar lojtarët e Barletit. Ishte Beqi që tentoi blokun, tentoi pasimin. Barazim 11-11. Përsëri në shërbim Saramalaj. Me vështirësia Abdyli, Stërmilla, zotron Zhivani, Erkoqi, nuk arrin dot Tangec. Kodra, Gabon lojtarët e Barletit. 12-11 për vllaznin. Tentojnë ngecjen Disha, por pa rezultat. 12-11 për vllaznin. Sërish në shërbim Saramalaj. Gabon këtë rall, topi ka përfunduar jashtë. 12-12. Ka shënuar Sarabeci. Esak në blok. 13-12 për vllaznin. 13-12 për vllaznin. Balqiti, Beci, Zhivani, Gabon, nuk e ka prekur të askush arbitri takimin. 13-13. Zhivani pretendoi për prekje topit nga njëra për lojtarëve të Barletit, por jo. Barazim. Kodra. Jashtë Kodra. 2 gabime të një pas njëshme të lojtarëve shkodranë. 14-13 tashmë rezultati për ekipin e Barletit. Disha në shërbim. Zhivani ka kërkuar ngecjen pa rezultat. Avdyli, Balqiti mjaft mirë. Kodra ka gjuajtur, e ka mbajtur në lojë Avdyli, e ka lënë topin e tretë. Lojtarët e Barletit. Gabon Kodra sërish, 15-13. Më katë gabimet pa falqme të lojtarëve shkodrane. Kuptohet që mungesa eksperiencës bënd vetën, por janë ndeshjet që fiton nga rastet të tilla, nga momentet të tilla. 15-13 për Barletin dhe Disha në shërbim.
E ka kaluar topin e tretë Beci. Jashtë Tërmila. 14 Vllaznia, 15 Barleti. Vllaznia, 15 Barleti, shërbimi për Klodeta Zhivanin e Vllaznis. Hasaj përsëris Tërmila, ndryn Zhivani, Beci, Erkoçi! Mjaft mirë Erkoçi, e mban në lojë lojtarët e Barletit. Beci, Kodra! Nuk arritu ta ngec, po shënon Vllaznia 15-15. Nuk merr vesh me njëra tjetër lojtarët e Barletit, 15-15. Gjithçka sërish në barastesh. Gjithçka në sërish në barastesh. Tu në palatën e sportit Qazim Dervishi të Shkodrës. Klodeta Zhivani në shërbim. Ka shënuar dhe nga shërbimi 16-15. Mjaft mirë. Ndallohet eksperienca e kësaj lojtare si në gjuhetje, si në pritje, si në shërbim. 16-15 për Vllaznin në këtë set të katërt. Skuadra shkodrane udhëhet së 2-1 dhe pushimi kërkuar nga ana trajneri Gorenza. Seti 4 pra dhe ndoshta i fundit nëse fiton Vllaznia, e cila ka fituar setin e parë 30-28, të dytën 25-18, Barleti ka fituar të tretin 25-13 dhe tashmë është 16-15 për skuadrën e Vllaznisë në këtë set të katërt. Në rast fitore të saj është ajo në gjysmëfinale. Në rast fitore të Barletit, ndeshja shkon në set 5 dhe të fundit. Sërish në shërbim Klodeta Zhivani. Zotërën disha Shkodranet. Erkoçi ka kthyer bloku, e mbajnë në loj Shkodranet. Mjaft mirë me vështirësi, por e mbajnë në loj. Tërmila ka gjuajtur, nuk ka arritur Beci. Barazim sërish 16-16. E pritur momentin e parë, por jo të dytin. Sërish barazim në shërbim Tërmila për Barletin. Zhivani, Beci për Erkoçin dhe ka shënuar topi ka rënë në linjën e dytë 17-16. Një ndeshje që të bën me zemër, me shumë emocione. Rezultati kalon sa njërën avantazh të njërën skuadrën tek tjetra. Paula Gjyshja në shërbim. E sakë të herë, e sakë. Pas disa gazime në shërbim, Paula Gjyshja shënon pikën e 18-16. 2 pikë avantazh, zëvendësim tek Barleti, largohet Beqiraj në loj Capo. 18-16 për Vllaznin. Në këtë set të 4, 2-1 udhëhet Vllaznia me sete. Gabon Paula Gjyshja. Një mirë, një keq. Ka shumë problem ndoshta shërbimet kjo lojtare. 18-17. Avdyli në shërbim për Barletin.
Erkoçi e mban në lojë një mirë vllazni, e mban në lojë. Tuci e të pavendosur lojtarët e Vllaznisë, barazim 18-18. E mbajti në lojë, por lojtarët e saj ishin të pavendosura. Dhe si rrjedhoi Tuci nuk e pa të vështirë të shënonte pikën e barazimit. Rifuti në lojë Beqiraj për capon. Avdyli sërish në shërbim. Nuk ka rritur të shëroj Malaj. Beqiraj e mban Zhivani. Erkoçi nuk ka rritur të ngez topin. Stërmila Zhivani. E ka ngecur Kodra. 19-18, e vëmendshme, e sakt, e zgjuar në këto momente. 19-18 për skuadrën shkodrane. Në 19-18 pas kësaj pike të Kodrës që kryen dhe shërbimin. Dhe 20, pika 20. Me fat, me ndinin e rjetës 20-18 për Vllaznin. 20-18 i ka kapur panikun, ndoshta disi lojtarët e Barletit. Dhe fati ndoshta nuk është me ta në këto momente, i Shkodra në shërbim. Dhe pushimi kërkuar nga ana trajneri të Barletit, Gorenca. Rikthehen në fushë lojtarë dy ekipeve. Përsëri në shërbim Gjyshja, është Kodra. Avdyli, Kodra, Tuci kthen bloku i Vllaznisë, e mban në lojë. Megjithatë Vllaznia ka të drejtën e këtij aksioni dhe ka shënuar Malaj. Ka shënuar Malaj, 21-18. Fitoria ndeshjes gjithnjë me pranë për Vllaznin. I duhen 4 pikë. Edhe 4 momente për të bërë diferencën. Pa Kodra sërish në shërbim. Hasaj, Beqiraj, Tuci e kalon topin e tretë. Ka kthyer bloku i Vllaznisë. Beqiraj, aksioni për Vllaznin. Erkoçi kthen bloku. Përsëri aksioni për Shkodranet. Sara Malaj 22-18. Sara Malaj shënon pikën e 22. 22-18. Edhe 3 pikë deri në fund. Edhe 3 pikë. Ka entuziazëm batën e sportit Qazim Dervishi. Vllaznia me pranë fitores së setit ndeshjes dhe kualifikimit në gjysmëfinalen e kampionatit. Kodra sërish në shërbim. Gabon Kodra 22-19. Gabon Kodra, topi ka përfunduar jashtë. 22-19. Ka zëvendësim tek Barleti, largohet Jatagani në lojë Stërmila, ndërkohë që në shërbim është Esmeralda Tuci. 22-19. Seti 4 i ndeshjes u hez Vllaznia 2-1. Ballçiti, Erkoçi, e saktë Erkoçi, e ka ngecur topin, 23-19, e ka ngecur topin në vijën e dytë,
Edna Koçi në shërbim. Vllaznia vetëm 2 pikë larg kualifikimin në gjysmëfinale. Një lojë e shkëlqyer e vajzave të reja shkodrane. Ndaj atyre me përvojë Barletit. Edna Koçi në shërbim. Beqiraj thën bloku i vllaznis dhe pika 24. Pika 24 për vllaznin. Topi nuk ka kaluar në fushën e vllaznis. 24-19. 24-19 kartoni verdh për Zhivanin për një reagim ndaj arbitrit. Edhe kjo është pika e fundit. 24-19. Vllaznia thuajse fituese ndeshjes. Vllaznia thuajse fituesi e ndeshjes. Edna Koçi në shërbim. Në kamp të gjithë në palatën e sportit Qazim Dervishi. Tribuna qendrore është e mbushur plot, por edhe në tribunën përballë ka një numër konsiderueshëm tifozësh. Ka entuziazëm. Erkoçi. Por Gabon Erkoçi. Menduam që të ta mbyllte këtu, por jo, 24-20. Duhet vetëm një pikë. Asgjë s'ka përfunduar, duhet edhe kjo pikë e fundit. Kodra në shërbim për skuadrën e Barletit. Ka zëvendësim. Në lojë është numër 4 Fetaj. Do të zërë vendin e Kodrës. Do të jetë pikërisht Fetaj që do të krye shërbimin. Një zëvendësim taktik i trajnerit Gorenza. Duhet pritur mirë ky top. Ballçiti mjaft mirë. Erkoçi për Zhivanin. Gjyqja është bllokuar. Aksioni për Barletin. E mban lojë vllaznia. Zhivani thën bloku, edhe një aksion tjetër. Kodra dhe ka shëruar Kodra. Vllaznia fiton 25-20, kualifikohet në gjysmëfinalen të kampionatit.